E kemi ftu këtë konferencë për media që me sqaru situatën e energjisë elektrike si KEC dhe KESCO në nivel vendi. E kuptojmë që në disa zonat e caktuara për shkak të konsumit të lartë kemi kufizim të energjisë elektrike dhe kjo i ka shqetësuar një numër jo shumë të madh të qytetarëve në këto vende apo në nivel vendi. Zonat e prekura nga kufizimi i energjisë elektrike, si shkak i mungesës së kapaciteteve të transmisionit e përbëjnë 3 deri në 5% të konsumatorëve në nivel të vendit. Shumica e problemeve, na lejoni të njoftojmë se shumica e problemeve nuk ndërlidhen me operatorin e sistemit shpërndarjes, por ndërlidhen me mungesën e kapacitetit bartës të transmisionit dhe kapacitetit burimor në stacionet e nivelit 110 kV e tutje. Pra zonat e prekura nga mungesa e këtyre kapaciteteve transmetuese janë ato zona e Prizrenit, Zhurit, Dragashit, Piranës, zona e Rahuvecit, duke përfshirë Malishevën, Xerxhen, Therandën, Gjilanin dhe zona e Shtimës, probleme këto që kryesisht lidhen me transmisionin. Shumica e problemeve në sistemin shpërndarjes janë kryesisht në nivelin e tensionit të ulët dhe një pjesë e tyre në tensionin e mesëm. Duke përfshirë këto Shupkovc, Studime, Kqiq, Shal, në Gurakoc, në Viti dhe në Klokot. Nga fillimi i dhjetorit, deri më dje, respektivisht më datën 23 dhjetor, piku ka arritur në nivelin 1365 MW, si piku më i lartë i regjistruar në rrjetin shpërndarjes gjatë kësaj koha. Dhe ne në qoftë se e krahasojmë me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, pra e bie që e kemi një rritje prej 6%. Sipas parashikimeve tona, nëse vazhdon pra një trend i ngarkesës i njëjtë, pra kjo shifër pritet të kalojë në nivelin mbi 1500 MW. Investimet e realizuara gjatë këtij viti dhe vitit të kaluar kanë rezultuar në përmirësimin e dukshëm të kushteve teknike operacionale në përgjithësi. Pra e kemi pra zonat e Prishtinës, Fushë Kosovës, Gjakovës, Ferizajt, Malishevës, Vushtrisë, Podujevës, Drenasit dhe Skenderajt, ku vrehen pra dukshëm investimet tona në furnizimin me energji elektrike. Në këto vende kemi rritur kapacitetet shpërndarëse përmes konvertimit të zonave me konsum të lartë të energjisë elektrike, pra nga niveli 10 kV në 20 kV. Pra këto janë të gjitha ato që mund të themi ne si KEC në këtë konferencë për media, ndërkaq për të tjera në lidhje me KESCO-n e kemi edhe Margaritën e cila mundet më na folë më shumë. Atëherë dihet që gjatë stinorit të dimrit rritet edhe trendi i konsumit të energjisë elektrike, sepse edhe ngroja me energji elektrike e bën vetën, edhe rrjedhimisht është diçka me cilën ne përballemi pothuajse çdo stinor dimror. Ajo se çka është e rëndësishme është që ne si kompani gjithmonë tentojmë të mbulojmë kërkesën për konsum, e cila normalisht rritet, dhe për me përmbyll këtë gepi në mes prodhimit vendor dhe kërkesës së jashtëzakonshme për konsum, e cila rritet gjatë kësaj periudhe, atëherë importojmë energjinë elektrike. Në këtë rast mund të them që ne si kompani e kemi përmbush obligimin ton, edhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me të dy operatorët e rrjetit, do me thënë edhe KEC-in edhe KOST-in, edhe do mundohemi në maksimum që të japim informata edhe të ndajmë informata me konsumatorët për të sqaruar se si është situata me energji elektrike në vend. Ajo se çka duhet të kihet parasysh është që të respektojmë dhe të bëjmë thirrje për kursim për gjithë konsumatorët, respektivisht në periudhat e pikut dhe orët të cilat vetë se janë thënë edhe nga operatori i transmisionit, edhe të mundohemi maksimalisht që të përdorim energjinë elektrike në mënyrë sa më racionale. Ne në vazhdimsi jemi duke bërë thirrje për kursim, sepse është shumë e nevojshme në këtë periudhë, jo vetëm për sistemin, por edhe për xhepin e konsumatorit. Dihet që edhe në këtë periudhë, si çdo dimër tjetër, ne po mbulojmë gjithë energjinë elektrike sa është e nevojshme dhe sa kërkohet nga ana e konsumit prej konsumatorëve, dhe rrjedhimisht ne do jemi në kontakt të vazhdueshëm, ashtu siç e thash më parë, dhe do ju mbajmë të informuar për secilën çështje. Për këtë pyetje besoj që mundet më na dhënë më shumë informacione më të hollësishme, ndoshta edhe zyrtari kryesor për operime, zotri Ali Temaj. Gjithë aktërët e strukturës energjetike në Kosovë monitorojnë për zyrës rregullatorit.
Ne si operatorë sistemit shpërndarës për çdo vit i dërgojmë planet investive, 1 vjeçare, 5 vjeçare, 10 vjeçare në zyrën e rregulatorit dhe ato aprovohen ose japin disa komentime ose disa sajime shtesë të cilat na duhet të përgjigjemi. Mund të jetë ndonjë projekt që është shtyr domethënë për vitet të kaluara, po Cili është ndikimi se ka të dhejtë? po, sepse aja mund të jetë natyra të ndryshme domethënë për shkak probleme të ndryshme domethënë në terren. Megjithatë ne si operatorë të sistemit shpërndarës deri më tani e kena plotësuar domethënë plotësisht atë obligimin që e kena domethënë ndaj investimeve dhe ndaj konsumatorëve tonë. Për fillimit privatizimit deri më tani janë përmi 275 milionë euro që investuar në rrjetin e shpërndarjes. Kështu që domethënë nuk kena mungesë të asajna domethënë sa përket pjesës e investimeve. Vetëm kohën e fundit, domethënë vitin e fundit që na kanë ndihmuar edhe me majt operatorët e sistemit shpërndarës, kolegjave që e potencoi pak më herët që piku ka arritur deri maksimale 1365 MW, në 8 pikë ngarkesës i na të sforcu, domethënë pajisjet tona sepse ka arritur pikun e ngarkesës, po është e të mundshme vetëm investimet që kemi bërë në rrjet. Kalimet 10 kV në nivelin 20 kV kanë mundësu rritjen e kapacitetit të shpërndarëse. Kështu që domethënë edhe që u përmendën pjesa e Prishtinës, pjesa e Gjakovës, pjesa e Ferizajt, pjesa e Malishevës, ju dini që para 2 bashkë viteve në pjesën e Malishevës ka qenë e pamundshme me kyç konsumator 3 me kërkesë më të madhe domethënë rrjetin e shpërndarës. Po fal investimeve në rrjet, kalimit në 20 kV ne tash atje operojmë normalisht duke marrë parasysh pjesën e nivelit shpërndarës, nëse duke marrë parasysh pjesën e kufizimit në kapacitetin transmetuesit, domethënë të stacionit në Ravefit që 2 javë të fundit domethënë është problematik në atë zonë. Po të ne debitu domethënë që deri më tani operatori i sistemit shpërndarës domethënë ka investuar edhe është, si më thonë, në kohë me zyrën rregulatorit ose me investimet që janë para pa në rrjet. Çështja e sigurisë, thamë që të pjesa operatorës së sistemit shpërndarës ngarkesat më të mëdha ose problemet më të mëdha kena në rrjetin e tensionit tut. Domethënë që kena djegje të kabllove, kena djegje të sigurisave, kena djegje të hormonave të tensionit tut, që ne me 400 punëtorë që kena në terren vazhdimisht jena të punu që me i sanu ato në kohë sa më shpejt. Mund të ketë ndonjë djegje të sigurisave që po zakonisht prishet prioritizohen ose si lajmërohen ato. Mund të jetë vonesa domethënë në riparim të sajna, po jo asesi në neglizhim të kërkesave ose të tjera të konsumatorëve domethënë për vetin prishje. Atëherë për çdo vit ne importojmë energji elektrike deri në 50% ndoshta edhe në orë të caktuara, sepse dihet që zakonisht rritet kërkesa për konsum gjatë stinorit të dimrit, edhe rrjedhimisht na ndodh që ndoshta për një orë të caktuar gjatë ditës të blejmë energji elektrike mbi 50%. Kështu që është shumë e kuptueshme që neve na duhet të asigurojmë atë energji elektrike, ta blejmë në mënyrë që furnizimi të jetë stabil edhe të ketë energji elektrike për konsumatorët. Ashtu si që tash edhe më parë, këtë gepi në mes kërkesës për konsum dhe prodhimit vendor ne duhet të asigurojmë gjithsesi, ndonse në vlera shumë të larta, por gjithsesi ne do përpiqemi që t'i mbulojmë të gjitha kërkesat edhe të përmbushim obligimin tonë si furnizues. Test.